Nëse Belgjika kalon nesër këtu, ka mendoni befasi mo që së po ma erë televizive. Kjo të shkojnë atë tek loja. Futbolin që e nxori Guardiola, që e fillun pastaj gjithë, mua jem bezdis. Sepse nuk du me pa 50 pasat thjeshta, merë, jep, qo, aty. Edhe bezdiset, bën një gol edhe thjesht duhet t'jesh tifoz i madh i asaj skuadre. Mu më pëlqen Kurse mu pëlqen futbolli i Reali që është perfekcionu, që shkohet direkt për me zgjidh problemin, me shku direkt drejt portës. Unë s'jam shumë me këtë futboll në Spanjë. Belgjika në të fasu, Faruk, a? Nëse Sponja Luna është të cukur kundër Portugalis, Belgjika në të merë votë. Na përlodhën diçka që Sponja nuk e ka kryer me Belgjikën. Na përlodhën Malone kontore që nuk e ka kryer me Belgjikën. Unë menaj shumë që Sponja e fiton prapë, edhe jesë ma sasojna. Po nuk është... Veç tjetë e bo fakt krym që Spanja e kalon Belgjikën. Po nuk jem të bo fakt krym, unë jem të do me nim. Veç në rast se Belgjika kalon nesër këtu është një befasi shumë e madhe. Veç po të kalzoj prej këti momenti, po të aboj ditë më stuj 24 orë ma herë. Nëse Belgjika kalon nesër këtu, ka mendoni befasi e madhe që së po ma herë së televizive. Kjo të shkojnë atë tek loja. Je i gatshëm përballë me sfidën apo jo? Ja, si jena të gatshëm se s'po lejmë. Hajde vazhdojmë varoni. Edhe lojen, po të njëjtën kohë. Faruk, derisa përfundon ndeshja, kanë mbetur edhe 4 minuta të lojës rregull plus shtesa. Na e përfundojnë atë lojen tënde të preferuar. Ma, kedin kërsem. Katari. Ju, kedi kërsem, të lutna. Që fillon me kolegun, Muhamedin. Muhamed. Po? Një mam. Qa është kja? Cilë është Pyetja 30 sekunda Cili është kryeqyteti i Katarit? Pëjti kalzojnë e pëjti zorë. Jo, zbën me folë. Ja, pret. Cili është kryeqyteti i Katarit? Se di heq. 2022-ën është organizuar Kupa e Botës. Shqyrve se din të Katarit. Jo, s'pe di. Po moj kampionati fundit botëror. Po mojt edhe loja, të kena për mene, kena dite, kur të më thatë kjo e di cili... 4 shkronja i ka. Po nuk e di. Doha. E sakt. Doke radash për ju tani. Merri vonë. Ale inshallah binë në një vend europian. Po të Gjermania ato nalë. Franca? Franca. A Franca? Kush dhe djege sot Parisin, i ati do di. Kush është kapiten aktual i Francës? Mbappé, e pam dhe aty që boni goli. Shumë pyetje lehtë. Një pik për këtë shkon, profesor Lecin apo profesor Farukun?